Territori shqiptar për datën 31 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë dhe kryesisht i qëndrueshëm. Thjellimet do të dominojnë në të gjithë territorin, ndërsa gjatorëve të pasdites të relievet malore priten vranësira të lehta deri mesatare, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me ndonjë rreshje të izoluar dhe afat shkurtër. Paraditja do të ketë një mot kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mot të nxehtë, ndërsa në zonat malore lindore vranësira do të jenë disi më të zhvilluara. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 39 gradë. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë allëgëzim të ulët të rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë të rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:28 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 39 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 35 gradë. Peshkopi 19 deri në 33 gradë. Tiranë 25 deri në 38 gradë. Durrës 26 deri në 35 gradë. Kavaj 25 deri në 35 gradë. Elbasan 24 deri në 38 gradë. Berat 24 deri në 39 gradë. Korçë 18 deri në 30 gradë. Vlorë 26 deri në 34 gradë. Qërkastër 20 deri në 31 gradë. Staranti 26 deri në 34 gradë Celsius.